Për ditë unë vi, se ka rrezatimet edhe kine terapi. Shumë sfidu se më ka dash me pagu banesën për shkak largësisë. Sa është 100 km larg, pacientja s'mundet me përballu. E kisha pas shumë nevojshëm për shkak se këto vinë prej gjitha komunave edhe përbohet shumë të vogël. Edhe shpenzimet më të vogla edhe për shkak lodhjes këtyne. Për çdo javë prej Kaçanikut e këtu për kimioterapi shoqën, është në gjendje të rënë. Unë e kishta bënë një apel kështu në mënyrë shoqërore qeverisë ose ministrisë, le të hapin një objekt dikon në Ferizaj më afër, jo këtë Kosova për shembull në Prishtinë më afër. Është shumë problemi madh, nuk mund mi përfshin Prishtina me mbi 1400 janë, sa e di unë. Po unë vështirësi më të mëdha mos ka ku shkoj. 5 orë, 6 orë është një seancë. Unë nuk e di që jam të vetë i përballu. Jam veteran i luftës, më 204 euro pak. Unë nuk di që jam të i përballu vetë. Pesuare sa është zërball. Unë qohna në ora 4, ja pak me ngjes shokut, edhe këtu vim 5:20 për me marrë numrin me prit. Unë kishna bëni lutje, nëse ka mundësi me ofru edhe shërbime pas afër Prizrenit, se në regioni madh ka të përfshime shumë me këtë smundje që na ka bërë si lunë bashkë. Po është aty nuk ose kur më qunë në ora 4, sukur atje që në ora 7 normale dhe shkojnë në Prizren në kry punën. Po ne kemi filluar me shërbimin e terapisë tabletare në spitalin e Prizrenit, mirë po e kemi parë që as kjo nuk ka mjaftuar. Dhe në ndërkohë çfarë kemi bërë, është që është plani që shërbimet jo vetëm tabletare, për dhe shërbimet me infuzione disa që nuk kërkojnë prezencën domosdoshmë të onkologut, të jepen në Prizren, e në ndërkohë e kemi hapur edhe konkursin për onkolog në spitalin e Pejës, mirë po fatkeqësisht nuk është lajmëruar asnjë onkolog, përkundër se ka pas disa herë presione edhe në Ministrinë e Shëndetësisë pse nuk po hapen konkurset për onkolog. Tash duhet ta dimë, shërbimet pajtona plotësisht me juve duhet të decentralizohen, pikë së pari që mos jetë fluksi i madh i pacientëve në ÇKUK, po edhe dyta që pacientët onkologjik t'i kenë sa më afër shërbimet onkologjike. Mirë po në anën tjetër, secili onkolog nuk mundet që të vi vetëm në qendrën klinike universitare. Ne do të hapim prap konkurse edhe në Prizren, edhe në Pejë, sepse pas Prizrenit Peja është qendra tjetër e cila do të filloj me pregaditjet për hapjen e shërbimeve onkologjike atje. Trajtimi i tyre është i padinitetshëm, mundem me thonë me plot gojnë për shkak se ata kanë një smundje të rëndë, dojnë një trajtim shumë të specializuar edhe me sa më pak peripeci që ata do t'i kenë, sepse smundja mjaftueshëm i ka dëmtu ata. Ti bim nga gjitha vendet e Kosovës, disa njerëz të cilat kanë probleme të tilla për cilat po flasim, atëherë është jashtëzakonisht e vështirë për ta, për familjet e tyre dhe thash shpeshherë ata zhyten në shpenzime varfëruse se të papërballueshme për shkak të smundjes. Pra mendoj që një riorganizim i SHSKUK-s do ta mundsonte që shërbimi për pacientët me kancer të jetë shumë afër me qytetarin. Nuk ka problem ligjor, sepse SHSKUK-ja në vete ka ÇKUK-n dhe spitalet regionale, pra mjekëve do të binte të lëvizten nga ÇKUK-ja në një pikë tjetër të një sistemi unik. Mendoj që koncentrimi i shërbimeve jo vetëm onkologjike, po edhe shërbimeve tjera në ÇKUK është gabim, dhe përveç që është gabim, është po ashtu në kundërshtim me krejt dokumente që Ministria e Shëndetësisë ka në tavolinë.